Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Erni Daluze. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ka shpallur 6.500 vende të lira pune në sektor të ndryshëm. Agjencia fton të gjithë të interesuarit të aplikojnë online në mënyrë të shpejtë dhe të lehtë përmes portalet puna.gov.al. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive bën të ditur se janë 6.500 vende të lira pune të shpallura në portalin puna.gov.al. Qindra pozicione pune në sektor të ndryshëm janë të hapura për aplikim, duke krijuar mundësi për individ me nivele të ndryshme arsimore dhe profesionale. Sipas AKPA-s, mes vendeve të lira të punës përfshihen pozicione si ekonomist, menaxher, specialist komunikimi, inxhinier mekanik, zhvillues softwaresh, në punës zyre, inxhinier civil, në punës finance, drejtues në tregti dhe inxhinieri i elektroteknologjisë. Ndërkohë, kërkesa e tregut të punës mbetet e lartë edhe për profesione të tjera që nuk kërkojnë një nivel të lartë kualifikimi apo një diplomë universitare, kur renditen zanate e profesione si punonjës pastrimi, punëtor ndërtimi, ndihmës kuzhinier, rrobaqepës, sistemues malli, prodhues këpucësh, kamarier, shitës në dyqane, shofer i mjeteve të rënda, kuzhinier dhe banakier. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive fton të gjithë të interesuarit të aplikojnë online në mënyrë të shpejtë dhe të lehtë përmes portalit puna.gov.al, ku mund të konsultojnë ofertat e punës sipas profilit dhe kualifikimeve që zotërojnë. Për qytetarët që kanë nevojë për mbështetje gjatë procesit të aplikimit, ofrohet asistencë pranë zyrave të punës në të gjithë vendin. Gjithashtu, të interesuarit mund të kontaktojnë institucionin përmes emailit ose WhatsAppit për çdo informacion. Portali i punësimit është një nga instrumentet kryesore për ndërmjetësimin mes punëkërkuesve dhe bizneseve, duke lehtësuar aksesin në mundësi të reja punësimi në sektor të ndryshëm. Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të mbështesë me shërbime konsulence, projektimi dhe mbikëqyrja e investimi e programit 100 fshatrat. Një tjetër komponent i rëndësishëm lidhet me teknologjinë dhe inovacionin. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e garës për mbështetje për programin operacional 2025-2028, shërbime konsulence, projektimi dhe mbikëqyrje për investimet e programit 100 fshatrat. Fondi limiti për llogaritur arrin 56.630.000 lekë. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, do të përcaktohen hapat dhe standardet për ofrimin e shërbimeve të projektimit dhe mbikëqyrjes, me qëllim garantimin e cilësisë së investimeve, përputhshmërisë me legjislacionin në fuqi dhe realizimin korrekt të projekteve që do të financohen në zonat rurale. Ndërkohë, parashikohet mbështetja e zbatimit të programit operacional për periudhën 2026-2029, duke financuar shërbimet teknike dhe procedurale të nevojshme për realizimin e investimeve të planifikuara. Në dokument theksohet se paketa e shërbimeve synon maturimin e ideve të projekteve dhe transformimin e kërkesave të identifikuara në projekte të zbatueshme në përputhje me standardet teknike dhe kërkesat e planifikimit, si dhe me nevojën për garantimin e cilësisë së investimeve publike. Referuar dokumentit, shërbimet e projektimit dhe mbikëqyrjes do të përcaktohen në fazën e dytë të mini konkurseve, çka do të thotë se jo të gjitha shërbimet e parashikuara në kontratën kuadër do të aktivizohen domosdoshmërisht. Në varësi të nevojave konkrete, paketa e shërbimeve do të ndahet sipas fazave specifike të projekteve dhe mund të përfshijë vetëm projektimin, vetëm mbikëqyrje ose një kombinim të dyja këtyre komponenteve. Në pjesën e projektimit do të përfshihet hartimi i masterplaneve, përgatitjen e termave të referencës, projekte teknike të detajuara për investimet në infrastrukturë dhe zhvillim urban, përmirësim të konektivitetit, ndërtim dhe riabilitim të rrugëve dhe ureve, furnizim me energji elektrike, rrjete telefonike dhe teknologji të informacionit. Gjithashtu bëjnë pjesë edhe ndërhyrjet në rikualifikimin e shesheve urbane si dhe projekte për mbrojtje nga erozioni detar dhe lumor apo trajtimin e ujrave. Paketa përfshin gjithashtu projektimin e objekteve civile dhe publike, duke filluar nga ndërtesat rezidenciale dhe industriale deri te objektet sportive, kulturore dhe publike. Një tjetër komponent i rëndësishëm lidhet me teknologjinë dhe inovacionin.
Dokumentet parashikojnë mbështetje për projektimin e objekteve industriale dhe teknologjike, sistemeve të informacionit, objekteve ekologjike dhe misore me mjedisin, si dhe investimeve me eficiencë energjetike. Në fokus do të jenë edhe impjantet industriale e mekanike, sistemet automatizuara, impjantet e trajtimit të ujrave, si dhe projektet që lidhen me përpunimin e bimëve medicinale, përpunim qumështi, blegtëri, bujqësi e të tjerë. Autoriteti rrugor shqiptar pritet të hap tenderin me fond limit prej 138,6 milion lek për studimin dhe projektimin e hyrjes veriore të Tiranës. Ky projekt synon të lidh drejt për drejt autostradat e veriut me unazën e re të Tiranës, duke anashkaluar Kamzën. Administrata tatimore po vijon normalisht procesin e faljes pa kusht të detyrimeve tatimore të papaguara deri në 31/12/2014. Sipas të dhënave zyrtare nga ky institucion, deri më tani janë 215 milion euro detyrimet tatimore të papaguara që janë fshirë apo shuar automatikisht për 25.000 tatim pagues që kanë përfituar nga procesi i faljes pa kusht sipas ligjit në fuqi. Administrata tatimore u rikujtojnë tatim paguesve se 30 qershorit 2026 është afati i fundit për pagesën e detyrimit të nevojshëm për të përfituar nga fshirja e 50% e principalit, ashtu edhe për dorëzimin e deklaratave të padorëzuara deri më 31/12/2024 për të përfituar nga fshirja e gjobave për mos deklarim në afat. Ndërkohë, administrata tatimore njofton se ka realizuar me sukses procesin automatik të fshirjes pa kusht të gjobave tatimore të papaguara për kategoritë parashikuara në ligj. Nga ky proces kanë përfituar 105.000 tatim pagues, ndërsa vlera totale e detyrimeve të fshira apo shuara arrin në 91.6 milion euro, e ndarë në 2 kategori kryesore. Konkretisht 70.5 milion euro i përkasin gjobave administrative të vendosura nga inspektorët tatimor për detyrimet të papaguara që lidhen me periudhën tatimore deri më 31 dhjetor 2014 dhe me datë kontabilizimi deri më 31 dhjetor 2024, ku kanë përfituar 13.667 tatim pagues. Ndërkohë, 21.1 milion euro i përkasin gjobave të tjera administrative, përfshirë gjobat për dorëzim të vonuar të deklaratave që lidhen me periudhat tatimore deri më 31 dhjetor 2024 dhe me datë kontabilizimi deri në 30 qershor 2026 me kusht që deklarataat përkatëse të kenë statusin e dorëzuar. Nga kjo kategori kanë përfituar 96.302 tatim pagues. Në përputhje me përcaktimet e ligjit, nuk kanë përfituar tatim paguesit e dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë ose që janë në proces hetimi apo gjykimi për vepra penale në fushën e tatimeve dhe doganave. Gjithashtu nuk janë përfshirë në procesin e fshirjes së detyrimeve tatimore për të cilat ekziston një vendim gjyqësor i formës së prerë në favor të administratës tatimore. Diploma universitare nuk po shihet më si garancia kryesore për të punësuar. Ndryshimet e shpejta në tregun e punës përfshirën ndikimin e inteligjencës artificiale, por rrisin gjithnjë më shumë vlerën e aftësive praktike. Ekspertët thonë se arsimi i lartë duhet të përshtatet me nevojat reale të punëdhënësve. Për vite me radhë, posedimi një diplome universitare është konsideruar një arritje e rëndësishme. Megjithatë, teksa tregu i punës ndryshon në mënyrë të vazhdueshme, rëndësia e formimit akademik shpesh po vihet në pikpyetje. Shpeshherë shikojmë që ka vende të lira pune të publikuara nëpër sajtet të zyrave të punës apo qoftë edhe në ato sajte punëkërkuesish privat, por shpesh herë këta nuk adresohen domosdoshmërisht me një diplomë universitare dhe ndërkohë kemi shumë të rinj të cilët vazhdojnë të regjistrohen në universitete për të marrë një diplomë. Dinamizmat e fundit të tregut të punës po tregojnë gjithmonë më tepër se praktika po vlen më tepër se sa një informacion teorik dhe gjithmonë aftësitë praktike po vlerësohen më shumë se sa ato aftësi apo diploma të cilët kandidatët mund të prezantojnë në një vend pune. Universitetet kanë mbetur akoma me kurrikula të shkuarës ku tregu i punës nuk ishte kaq i ndryshueshëm dhe në kohë shumë të shpejtë. Pra, kemi pasur një ndryshim dhe një aplikim qoftë edhe të inteligjencës artificiale në kohë shumë të shkurtër që ndryshoi
shumë faktorë dhe shumë element të një marrëdhënie punësimi. Xhihani thekson se punëdhënësit hasin vështirësi në gjetjen e punonjësve dhe pikërisht për këtë arsye kemi një përmbysje të prioriteteve. Jemi në një situatë ku punëdhënësit po hasin një vështirësi shumë të madhe në gjetjen apo në plotësimin e nevojave të burimeve njerëzore. Kjo ka çuar që shpesh herë dhe ato kërkesa, le të themi që deri vonë ishin kërkesa bazike për pasjen e një diploma apo disa formime të tjera pas universitare, tashmë po shuhen për shkak të nevojës ekstreme që ato kanë për punonjës dhe vështirësisë pikërisht për të gjetur këta punonjës. Disa profesione të cilët janë lehtësisht të zëvendësueshme me inteligjencën artificiale, dal nga dalë do të kalojnë nga ato formimet universitare në disa formime më tepër praktike për të vendosur informacion në dobi të punëdhënësit. Eksperti Xhihani bën thirrje që të rinjtë të mos bëjnë zgjedhje të gabuara, por duhet të përputhin aftësitë e tyre me nevojat e tregut. Shqipëria regjistron një indeks prej 96 pikë për software në vitin 2025, duke qenë nën mesatare në Bashkimit Evropian, por shumë pranë vendeve të rajonet. Çmimet e softwareve në vend janë më të ulta se në Serbi dhe Maltëzi, ndërsa pothuajse të njëjta me Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2025, niveli i çmimeve për kategorinë software në Shqipëri rezulton më i ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian. Indeksi regjistruar për vendin tonë arriti në 96.4 pikë, ndërsa mesatarja e BE-s është vendosur në 100 pikë, çka tregon se çmimet e produkteve dhe shërbimeve software në Shqipëri janë pak më të ulta krahasuar me tregun evropian. Gjithashtu krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria ndodhet në një pozicion të ndërmjetëm. Maqedonia e Veriut regjistron një indeks prej 96 pikësh, duke pasur nivelin më të ulët mes vendeve fqinje të përfshira në tabelë, ndërsa Shqipëria renditet më njëherë pas saj me 96.4 pikë. Nga ana tjetër, Malizi ka një indeks prej 98.1 pikësh, duke treguar një nivel pak më të lartë çmimesh për software krahasuar me Shqipërinë. Në këtë kategori, Serbia është vendi i rajonit me një indeks më të lartë se mesatarja europiane, duke arritur në 103.2 pikë. Kjo do të thotë se çmimet e softwareve në tregun serb janë më të larta, jo vetëm krahasuar me Shqipërinë, por edhe krahasuar me nivelin mesatar të Bashkimit Evropian. Diferenca të dukshme shfaqen edhe në vendet e tjera europiane. Në Turqi indeksi për software është vetëm 87.4 pikë, duke e bërë një nga tregjet me nivelin më të ulët në renditje. Ndërkohë Zvicra shënon nivelin më të lartë me 109.7 pikë, duke treguar një kosto më të lartë për këtë kategori. Të dhënat tregojnë se Shqipëria ka arritur një afërsi të konsiderueshme me nivelet europiane për çmimet e softwareve. Edhe pse tregu vendas mbetet pak më i lirë se mesatarja e BE-s, diferenca me vendet e rajonit është e vogël, duke reflektuar një treg teknologjik gjithnjë më të integruar me zhvillimet europiane. Integrimi në Bashkimin Evropian do t'i vendos bizneset shqiptare përballë kërkesave më të larta për cilësinë, gjurmëshmërinë dhe standardizimin e produkteve. Ekspertët vlerësojnë se sfida kryesore nuk do të jetë vetëm pajisja me certifikata, por krijimi i sistemeve dhe proceseve që garantojnë të njëjtën cilësi në mënyrë të vazhdueshme. Ndërtimi në Bashkimin Evropian do t'u hapë bizneseve shqiptare akses në një treg me qindra milion konsumator, por do t'i vendos ato përballë kërkesave më të larta për cilësinë, sigurinë dhe gjurmëshmërinë e produkteve, por cilat do të jetë sfida e bizneseve shqiptare në tregun evropian. Thoya që sfida e parë janë standardet. Për sa i përket konkurrshmërisë, produktet europiane janë aktualisht në tregun shqiptar. Pra një produkt lokal, nëse ti futesh në një supermarket, ti shikon që produkti lokal është bashkë me produktet europiane. Pra konkurenca është gjaktu dhe nuk është se do vi me hyrjen në BE. Për të hyrë dhe qëndruar në tregun e përbashkët, bizneset shqiptare duhet të dokumentojnë të gjithë ciklin e prodhimit, nga origjina e lëndës së parë dhe kushtet e prodhimit, deri te transporti dhe dorëzimi te konsumatori. Ajo që neve na ndryshon dhe që do jetë një nga sfidat më të mëdha do jenë standardet. Një klient evropian do të ditë çdo gjë për sa i përket një produkti. Pra zinxhirin e gjurmëshmërish, ku është prodhuar, ku ka kaluar, si është transportuar ky lloj produkti, si trajtohen ankesat e klientëve ndaj një produkti në Europë, por që është prodhuar në Shqipëri. Dhe besoj kjo është një nga sfidat më të mëdha, sepse nuk është vetëm çështje të kemi një certifikat,
është ideja që duhet kemi sisteme, procese që produkti të ketë të njëjtën cilësi sa herë shkon te konsumatori. Një klient evropian do dojë që të ketë në mënyrë të vazhdueshme produkte apo shërbime lokale, nëse ata vendosin që të kenë një kontratë me një biznes shqiptar. Kështu që bizneset duhet kuptojnë që nuk është thjesht një certifikat që ata marrin ISO ose certifikime të tjera të produkteve. Është një mënyrë, është një mendësi, janë procedura pune, është mënyra se si ti e mban ambientin, makineri të modernizuara që ta bëjmë punën më eficiente dhe më efikase. Problemi më i madh është që kjo gjë ka kosto. Përshtatja me standardet europiane kërkon investime në teknologji, staf të kualifikuar dhe sisteme të brendshme kontrolli, por për sipërmarrjet shqiptare, certifikimi do të jetë vetëm hapi i parë, ndërsa sfida kryesore do të jetë zbatimi i standardeve në praktikën e përditshme dhe garantimi një cilësie të qëndrueshme. Fermerët kanë afat deri më 26 qershor për të aplikuar për mbështetje nga fondi 52 milion euro në buqësi, ndërsa deri më tani, sipas të dhënave nga Agjencia për Zhvillimin Buqësor dhe Rural, janë afro 32.300 përfitues. Afro 32.300 fermerë kanë aplikuar deri më tani për të përfituar nga skemat e mbështetjes në bujqësi për vitin 2026, për të cilat fondi në total i vendosur në dispozicion është 52 milion euro. Këtë vit skema ka risi të rëndësishme pasi është rritur masa e financimit për krerë në blegturi dhe bletari dhe është përgjysmuar dhe tavani i tufave që duhet të kenë fermerët për përfitim. Çka do të thotë se do të ketë më shumë blegtor dhe bletar që do të përfitojnë në raport me vitet e mëparshme. Ndërsa skema e naftës nuk do të aplikohet si në vitet e mëparshme, por do të mbulohet përmes rimbursimit 10% të faturave të shitjes. Risia është dhe financimi me 100 euro për hektar për sipërfaqe të mbjellë me kultura bujqësore, me jo më pak se 3 hektar. Konkretisht, blegtorët me jo më pak se 5 krerë lop ose mëshqera do të marrin 12.000 lek për krerë për tufën bazë të matrikuluar. Do të jepen 1.500 lek për krerë për tufën bazë të matrikuluar për çdo fermer me jo më pak se 50 krerë, dele dhe nuse dhi. Për mbarshtimin e bletarisë do të jepen 2.000 lek për zgjua për aplikant me jo më pak se 25 zgjoje. Për herë të parë është futur mbështetja për dosa ose paradosa të matrikuluara në vlerën deri në 7.000 lek për krerë për aplikant me jo më pak se 5 krerë. Për pjesën mbi 100 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Qeveria ka përcaktuar se 2.5 miliard lek nga fondi total shkojnë për skemën e investimeve, ku bën pjesë mbështetja e fermerëve të rinj me 10.000 euro grant, si dhe financimi për ndërtimin apo rikonstruksionin e staneve ose pajisjeve për përmirësimin e kushteve, ku masa e përfitimit është në 70% të vlerës së faturave tatimore, por jo më pak se 3 milion lek për subjekt. Për pajisje, makineri dhe mjete bujqësore, për mekanizimin dhe modernizimin e proceseve të punës në ferma bujqësore dhe blegtorale, masa e përfitimit është 50% e vlerës së faturave tatimore, por jo më shumë se 500.000 lek për subjekt dhe jo më pak se 50.000 lek. Për të përfituar nga masat e mbështetjes, kushti kryesor për aplikantët është shlyerja korrente e sigurimeve shoqërore. Afati i fundit i aplikimit është data 26 qershor përmes Jellbenja, ndërsa për masat 10 deri në 12 aplikimi bëhet me dorëzim të dosjeve fizike pranë AZBR. Shqipëria prodhoi mbi 75 milion litra birë në vitin 2024 dhe u renditi 110-a në botë, sipas një raporti për vitin 2024-2025. Industria vendase mbetet e vogël krahasuar me prodhuesit kryesor global. Shqipëria prodhoi rreth 75.3 milion litra birë, duke u renditur në vendin e 110 në botë sipas raportit të mëtefundit për vitin 2024-2025. Sipas metodologjisë së këtij raporti, prodhimi mesatar matet në gallon amerikan, çka do thotë se sasia e prodhuar në Shqipëri përkthehet në afërsisht 75 milion litra birë. Të dhënat publikohen nga Bart Haas, një kompani gjermane dhe një nga furnizueset më të mëdha në botë të lëndëve të para për industrinë e birës. Raporti i saj vjetor konsiderohet një nga referencat kryesore për zhvillimet dhe statistikat e tregut global të birës. Në renditjen botërore, Shqipëria pozicionohet mes prodhuesve të vegjël të birës, duke renditur mes vendeve si Irani, Bosnjë-Hercegovina dhe Maroku, por qëndron përpara Maqedonisë Veriut, Letonisë dhe Azerbajxhanit. Prodhimi vendas mbështetet kryesisht nga konsumi i brendshëm dhe sidomos nga aktiviteti turistik, i cili ka shënuar rritje vitet e fundit. Ndërkohë Kina vijon të mbajë vendin e parë në botë për prodhimin e birës me 9 miliard gallon gjatë vitit 2024-2025, ose rreth 18.2% të prodhimit global. Pastaj renditen Shtetet e Bashkuara, Brazili dhe Meksika
ndërsa 5 prodhuesit më të mëdhenj së bashku përfaqësojnë pothuajse gjysmën e prodhimit botëror. Raporti tregon gjithashtu se Rusia ka kaluar Gjermaninë dhe është bërë prodhuesja më e madhe e birrës në Europë, ndërsa Afrika rezultoi rajoni me rritjen më të shpejtë të prodhimit gjatë vitit kaluar, e nxitur nga zgjerimi i tregut në vende si Angola dhe Afrika e Jugut. Operatori i sistemit të shpërndarjes do të investojë rreth 213 milion lek për rikonstruksionin e rrjetit elektrik në zonat rurale të Matit. OSSH argumenton se nevoja për këtë investim lidhet me zhvillimin demografik të zonës, si dhe me rritjen e kërkesës për energji elektrike për gjatë viteve të fundit. Drejtoria rajonale operatorit të sistemit të shpërndarjes Burrel ka shpallur hapjen e procedurës së prokurimit për projektin rikonstruksioni rrjetit i tensionit të mesëm 10 kV dhe tensionit të ulët 0.4 kV, një investim me vlerë për 213 milion e 1.740 lekësh. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, projekti do të shtrihet në disa zona periferike të Burrelit, përfshirë Gjalishin, Mallunzin, Prellin, Shefenin, Kurdarin, Ketën dhe Corujën. Projekti synon modernizimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke zëvendësuar infrastrukturën ekzistuese e cila për vitesh konsiderohet e amortizuar dhe jashtë parametrave optimal teknik. OSSH argumenton se nevoja për këtë investim lidhet me zhvillimin urbanistik dhe demografik të zonës, si dhe me rritjen e kërkesës për energji elektrike gjatë viteve të fundit. Përballë kësaj situate, OSSH vlerëson se infrastruktura aktuale nuk është më në gjendje të përballojë kërkesat në rritje. Referuar dokumentit, rrjeti aktual i tensionit të mesëm dhe të ulët paraqitet në gjendje të amortizuar, me humbje të larta energjie, defekte të shpeshta dhe kapacitete të pamjaftueshme për të përballuar kërkesën në rritje. Po kështu paraqet rreziqe të shtuara për sigurinë e konsumatorëve dhe personelit teknik. Për pasojë, rikonstruksioni konsiderohet një investim i domosdoshëm për garantimin e një furnizimi më të qëndrueshëm dhe më cilësor. Infrastruktura ekzistuese ndërtuar dekada më parë ka kaluar periudhën optimale të funksionimit. Ndërkohë, projekti parashikon ndërtimin e linjave të reja të tensionit të ulët 0.4 kV si dhe vendosin e kabinave të reja transformuese 10 0.4 kV dhe 6 0.4 kV. Ky investim do të përmirësojë furnizimin me energji për qindra abonent familjar dhe privat duke rritur efikasitetin. Rrjeti energjetik i Evropës po vihet në prof, ndërsa kontinenti po përjeton valën e tretë të nxehtit të vitit. Sipas studiuesve, Greqia renditet e para në nivel global me kërkesën për energji elektrike që u rrit me 38.62% gjatë periudhave të nxehtësisë ekstreme. Rrjeti energjetik i Evropës po vihet në provë, ndërsa kontinenti po përjeton valën e tretë të nxehtit të vitit. Parashikuesit e motit paralajmërojnë se temperaturat mund të arrijnë 43 gradë Celsius në mesdhe këtë javë, ndërsa Evropa perëndimore përgatitet për nxehtësi që mund të thyejë rekord. Evropa shpesh përjeton një rritje të përdorimit të energjisë elektrike gjatë valeve të nxehtit për shkak të një kërkese në rritje për ftohje. Në fakt, ftohja e hapësirave, e cila përbëhet kryesisht nga njësitë e ajrit të kondicionuar dhe ventilatorët, konsumoi rreth 7% të energjisë elektrike në botë në vitin 2022. Websajti i krahasimit të çmimeve Compare the Market ka analizuar 85 vende që përfaqësojnë rreth 90% të konsumit global të energjisë elektrike për të kuptuar se si ndryshon kërkesa gjatë muajve me temperatura ekstreme. Studimi krahasoi kërkesën gjatë 10% të muajve më të nxehtë në secilin vend me kërkesën gjatë muajve me temperaturë normale. Studiuesi zbuluan se Greqia renditej e para në nivel global me kërkesën për energji elektrike që u rrit me 38.62% gjatë periudhave të nxehtësisë ekstreme. Kjo barazohet me 143.8 kWh shtesë për person në muaj me nxehtësi ekstreme. Malezi u renditi dyti me kërkesën në rritje për 22.49%, i ndjekur nga Turqia 21.91%, Kroacia 17.76%, Italia 14.22% dhe Spanja 8.86%. Kur kërkesa e përgjithshme për energji elektrike të kalon kapacitetin e gjenerimit në dispozicion ose kufit fizik të rrjetit elektrik, kjo mund të shkaktojë rënien të frekuencës elektrike të sistemit, duke shkaktuar një ndërprerje të energjisë.
Duke përdorur të dhënat e ndërprerjeve të disponueshme për 5 vitet më të fundit, Compare the Market analizoi gjithashtu kozjatje mesatare dhe koston e vlerësuar të ndërprerjeve të energjisë elektrike për familjet në vendet e përzgjedhura. Në vendet evropiane të analizuara, Hungaria regjistroi kozjatje mesatare më të gjatë të ndërprerjeve me 2.92 orë në vit, e ndjekur nga Slovenia me 2.16 orë dhe Greqia me 1.63 orë. Ndërprerjet e energjisë elektrike në Itali vlerësohet se u kushton familjeve rreth 154.7 milion euro në vit, e ndjekur nga Polonia me 152.1 milion euro. Megjithatë, prodhimi rekord i energjisë diellore në Bashkimin Evropian ndihmoi në mbajtjen e furnizimit me energji të qëndrueshme mes rritjes së kërkesës. Evropa po përballet me konkurrencë në rritje nga Azia për furnizime të kufizuara me gaz natyror, ndërsa rezervat kombëtare po pakësohen dhe kërkesa rritet ndjeshëm gjatë verës. Analistët paralajmërojnë se Bashkimi Evropian do ta ketë të vështirë ta fitojë këtë garë. Evropa po përballet me konkurrencë në rritje nga Azia për furnizime të kufizuara me gaz natyror, ndërsa rezervat kombëtare po paksohen dhe kërkesa rritet ndjeshëm gjatë verës. Analistët paralajmërojnë se Bashkimi Evropian do ta ketë të vështirë ta fitojë këtë garë. Ekonomitë e centralizuara aziatike si Kina, Vietnami dhe Korea e Jugut janë më të pajisura për të negociuar marrëveshje për blerjen e gazit në tregun spot, duke lënë Evropën e orientuar drejt tregut të lirë në disavantazh. Bashkimi Evropian i dha vetes fuqi për të koordinuar blerjet e energjisë në grup pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, por kjo politik nuk ka funksionuar mirë. Kjo do të thotë që edhe nëse marrëveshja e paqes midis SBA-s dhe Iranit mbetet në fuqi, Evropa mund të përballet me çmime më të larta të gazit dhe energjisë elektrike gjatë muajve të ardhshëm. Sipas rregullave të Bashkimit Evropian, vendet anëtare duhet të rimbushin rezervat e tyre të gazit në të paktën 80% të kapacitetit kombëtar deri në dhjetor. Normalisht kjo bëhet në verë kur kërkesat dhe çmimet janë më të ulta. Tregtarët e energjisë zakonisht përfitojnë nga këto çmime më të ulta për të blerë dhe ruajtur gaz në verë, pastaj shesin me fitim gjatë dimrit kur kërkesat dhe çmimet janë më të larta. Por këtë vit, çmimet e larta të verës e kanë përmbysur këtë nxitje, duke i lënë nivelet e magazinimit të bllokut nën mesataren 5 vjeçare. Ngjarjet në Azi mund ta përkeqësojnë situatën. Analistët paralajmërojnë se një verë më nxehtë aziatike do të rrisë përdorimin e kondicionerëve, duke rritur kërkesën aziatike për gaz. Vendet aziatike mbështeten kryesisht në marrëveshje afatgjata furnizimi, por kërkesa më e lartë dhe rezervat në rënje mund të shtyjnë ato gjithnjë më shumë të blejnë gaz në tregun spot, ku çmimet përcaktohen çdo ditë dhe kanë tendencë të rriten menjëherë kur kërkesa rritet. Kjo do të sjellë vendet aziatike në konkurrencë drejt për drejt me Evropën, e cila është mbështetur shumë fort në tregun spot këtë vit për të siguruar furnizime. Kërkesa për makina elektrike vijoi të mbështesë rritjen në tregun e automjeteve në Evropë në maj, duke u lejuar markave kineze të zgjirojnë pjesën e tyre. Ndërkohë, prodhuesit evropian humbën terren gjatë tranzicionit. Kërkesa për makina elektrike vijoi të mbështesë rritjen në tregun e automjeteve në Europë në muajin maj, duke u lejuar markave kineze të zgjerojnë pjesën e tyre, treguan të dhënat nga shoqata europiane e prodhuesve të automobilave. Regjistrimet totale të makinave, një tregues për shitjet në Bashkimin Evropian, Britani dhe shoqatën europiane të tregtisë së lirë, u rritën me 3.6%. Për 5 muajt e parë të vitit, regjistrimit u rritën me 4.5% krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2025. Regjistrimet e makinave elektrike me bateri, hibride plug-in dhe hibride u rritën përkatësisht me 39.1%, 13.2% dhe 8.2%, duke përbërë së bashku më shumë se 2/3 e të gjitha automjeteve të reja të regjistruara në maj. Tregu vijoi të përfitonte nga kërkesa e fortë e konsumatorëve për një gamë të gjerë teknologji elektrike në tregjet kryesore europiane, e mbështetur nga përfitimet tatimore dhe skemat e reja dhe të rishikuara të nxitjes, tha shoqata në një deklaratë. Në të kundërt, kërkesa për motorët tradicional me djegje të brendshme do psua ndjeshëm me shitjet e benzinës dhe naftës që ranë me rreth 19% secila. Prodhuesit europian të makinave humbën terren gjatë tranzicionit. Regjistrimet në Renault, Stellantis dhe Volkswagen ra midis 1 dhe 3%, duke reflektuar konkurrencën në rritje. Nga ana tjetër, prodhuesit kinez regjistruan fitimet e jashtëzakonshme. Shitjet e Leap Motors u rritën me 465.1% në maj, ndërsa sheri
Santander dhe BID përkatësisht me 244.1 dhe 136.6%, ndër prodhuesit e tjerë kinezë, Geely dhe SAIC regjistruan rritje prej 12.6 dhe 13.9%. Tesla zgjati rimëkëmbjen e saj për të katërtin muaj radhazi me regjistrime që u rritën me 107.9% në 28.610 njësi, duke shënuar një rritje të fortë pas më shumë se një vit i rënjesh. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.